Përshëndetje të gjithëve, sipas traditës, ne kemi rifilluar daljet në publik mbas mbledhjeve të qeverive. Mani qetësi një herë se ka dalë zonja ministre dhe po na informon për situatën më të fundit, krizën globale botërore, sipas saj, për atë se çfarë pëndodh me luftën dhe për rritjen e çmimeve. Ta morëm vesh të herë ne populli thjesht se çfarë dënolli si po rrit çmimi i naftës, o sa më ky krau. Sa iko dhe ky ftoftë, më duket sikur ka dalë diell, por kemi ftoft, kemi marrë lagshtin, kena marrë aq shumë lagshtin sa që Ne kemi treguar që krizat i përballojmë sepse i monitorojmë dhe marrim vendimet në kohën e dur dhe historia ka treguar këtë dhe jo fjalët. Zonja ministre, na thuj pak, na e shpjegon dhe na qetëson, na hiqte hangthin të panikun, të stresin e modh që po morim sa ne këne, po na e fusin dhe ju këtej, domethënë s'po di nga ta haj më shumë. Çfarë pëndodh me çmimin e naftës? Në fakt pasqyron më së miri realitetin, sepse pikërisht ato makina që qarkullojnë më shumë, që konsumojnë më shumë naftë, do të paguajnë më shumë taks, ndërkohë që makinat të cilat nuk qarkullojnë, nuk e paguajnë më pak. Pra, në një logjik të qartë është kjo. Nart bloka 2 më do të shën tot justifikime të